Mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar, të kam thirrur me emër, ti je imi, Isaia 43:1. Po sikur Perëndia që foli për galaktikat në ekzistencë ta di emrin tënd dhe ta therras me zë të lartë. Kjo nuk është poezi. Ky është një dekret nga froni i qiellit. Perëndia po i flet Izraelit, një populli të gëlltitur nga Babilonia, zinxhir në kyçet e tyre, turp në fytyrat e tyre dhe në atë errësirë zëri i tij depërton. Mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar. Fjala e shpenguar në hebraisht Gaal nuk është një falje nga larg, është i afërm një shpëtimtar, një i afërm që të hyjë personalisht, paguan çmimin dhe të merr si të vetë. Ai nuk dërgoi një angjëll, ai erdhi vetë, dhe pastaj ai të thirrri qara. Të thirrur ashtu si një mbret thërret me dinjitet në sallën mbretërore, jo me të bërtitur, por të fton personalisht. Dhe vetëm një fjalë tjetër në hebraisht, li, i imi, jo ti përkisni një grupi, Perëndia thotë ti më përket mua. Isaia 43 u shkrua si ngushëllim profetik, i thënë para se të ndodhte mërgimi i Babilonës, në mënyrë që kur populli i Perëndisë të ulej duke qarë në një vend të huaj, ata të kujtonin kjo ishte parë tashmë. Tashmë kishin marrë përgjigje, tashmë ishin shpenguar. Mik, në çfarë vendi që ndodhesh sot? Perëndia foli për të para se të arrinit atje. Psalmi 139 thotë se ai e dinte çdo fjalë në gjuhën tuaj para se ta thosh. Roma 8 thotë se nuk morët një frymë frike, ju morët frymën e birësimit duke thirrur Aba, Atë, dhe Sofonia 3 thotë se ai gëzohet për ju me këngë. Ai erdhi në mish, ai e mbajti turpin tonë në kryq, ai pagoi çmimin, Gaal, me gjakun e tij dhe pastaj u ngrit, hapi gojën e tij dhe thirrri emrin tuaj. Nëse ky është Perëndia juaj, atëherë frika nuk ka të drejtë ligjore të jetojë në zemrën tuaj. E pranoni Zotin, i besoni atij, lëreni të vendoset thellë. Nëse kjo është po, sot thuajeni me mua, amen.